Ky është edhe fundi i epokës 500 euro për doganat e makinave. Nëse po mendon të sjellësh një makinë nga jashtë, harroje atë historinë që do ta zhdoganoj me vlerën minimale. Ministria e Financave sapo ka goditur me një udhëzim të ri që vendos shifrat e kuqe në doganën e makinës. Tashmë shteti shqiptar ka vendosur çmime minimale fikse. Pra, edhe nëse makina jote është e vjetër, edhe nëse ta ka falur daja në Gjermani se ti je nipi vetëm, dogana ka një dysheme poshtë së cilës nuk mund të zbresësh dot. Sot do t'ju tregoj pse makinat e lira jashtë vendit mund t'ju kushtojnë shumë shtrenjtë sapo mbërrin në portin e Durrësit për t'u zhdoganuar apo në çdo pikë kufitare apo dogan shqiptare. Çfarë ka ndryshuar? Lam të mirë faturave të rreme. Pse them faturave të rreme? Sepse deri dje njerëzit bënin një marrëveshje me shitsin, jashtë Shqipërisë pra, për ta shënuar një çmim më të ulët në faturë me shpresën se do të paguanin më pak TVSH. Udhëzimi i ri i jep fund kësaj historie. Dogana tashmë bazohet tek vlera zyrtare e tregut ose tek katalogu që posedon. Nuk ka rëndësi nëse daja ta dhuroj apo ta shiti për 100 euro. Dogana do të shoh katalogët si 4 rote apo Eurotax dhe do të taksoj ty mbi atë vlerë. Ky është edhe fundi i epokës shënoje në faturë 1000 euro. Është pak a shumë si ato dasmat tona. Edhe po nuk hëngre asgjë, zarfin do ta lësh në tabaka gjithsesi. Dogana nuk pranon më taksa sa për një darkë jashtë. Matematika e re e doganës ka bërë që llogaria të jetë me laps i të mprehur nga të dy anët. Vlera e mjetit merret nga katalogu sipas vitit, karburantit dhe fuqisë motorike. Kështu është bërë në një farë mënyre. Është shtuar edhe amortizimi, pra vlera e ulët sipas një tabele zyrtare për çdo vit vjetërsie. TVSH-ja 20%. Kjo është edhe goditja. Ti paguan 20% mbi vlerën e katalogut. Kujdes, nëse ti e ke bler makinën më shtrenjtë se katalogu, dogana do të marrë çmimin më të lartë. Ata nuk humbasin kurrë, jeni të bindur për këtë. Le të marrim një shembull konkret. Nëse unë vendos të blej një makinë të tipit Audi viti 2017, në rastin siç bëj më përpara, nëse makina do ishte me motor 2000 nafte, unë e kisha gjetur për një çmim 14.000 euro dhe e shënoj në faturë për 8.000 euro dhe paguaja 20% të 8.000 eurove, pra rreth 1.600 euro TVSH. Ndërsa sot, nëse e blej përsëri këtë Audi me 14.000 euro, por dogana do të hap katalogun dhe katalogu thot që makina vlen 16.000 euro. Dhe llogaria, unë paguaj 20% mbi 16.000 eurot dhe faturës time i shtohen 3.200 euro vetëm TVSH. Diferenca ku është këtu? E njëjta makinë të kushton 1.500 deri në 2.000 euro më shumë vetëm nga vlerësimi i ri që do të bëj dogana. Kush fiton dhe kush humbet? Normalisht blerësit e ndershëm fitojnë transparencë, por ata që digjen janë adhuruesit e makinave të dëmtuara nga Amerika apo Dubai, pse jo dhe nga Korea, të cilët e blejnë $2.000 në ankant sepse është e goditur apo ka një defekt. Por dogana mund të mos e njoh fare dëmtimin. Do ta vlerësoj si makinë si të gjitha tjerat, sipas katalogut dhe ti do të paguash taksën e plotë. Kjo mund ta bëjë doganimin më të shtrenjtë se vetë makina. Kështu që informohuni më mirë përpara se të paguani anijen e transportit, cilat janë këshillat e mia që ju të mos digjeni nga kjo politikë e re ose nga ky udhëzim i ri i Ministrisë së Financave. Përpara se të nisni traileri nga Korea, Amerika apo diku tjetër, kërkojni një agenti doganor llogaritje paraprake me një numër shasie ose VIN number. Shihni tabelat e referencës, peshën e motorit, pasi këto përcaktojnë taksën minimale.
Mos u mbështetni gjithmonë tek faturat e ulta. Llogaritni mirë nëse okazioni mbetet I tillë edhe pas skanerit të doganës. Shpesh të del më lirë në fakt, ose sot të del më lirë të blesh një makinë direkt në Shqipëri me targa gati. Ky ligj po mbyll çdo shteg për pazare, por e bën importin e makinave një sfidë të vërtet për buxhetorët e vegjël. Pra për atë shtresë të mesme, sigurisht nëse ka shtresë të mesme në Shqipëri. Po ju çfarë mendoni? A është kjo një mënyrë për të pastruar rrugët nga makinat e vjetra, apo po na detyrojnë të paguajmë më shumë për të njëjtat mjete? Cila është shifra më e çmendur që ju kanë kërkuar në dogan? Mos harroni të bëni subscribe dhe mos harroni të më ndiqni në videon e ardhshme, pasi do t'ju flas për 3 makinat që duhet t'i anashkaloni dhe të mos I blini kurrë. Mos ja thoni njeriu.